Njerku im më vështron sa herë lahem në dush, rrëfimi im që nuk duhej të dëgjoj kurrë. Ka gjëra që nuk i thua askujt, jo sepse nuk janë të vërteta, por sepse ke frikë se askush nuk do të besojë. Sot po tregoj diçka që kam mbajtur brenda vetes për vite me radhë. Një sekret që më ka marrë gjumin, qetësinë dhe ndjenjën e sigurisë. Njerku im më vështronte sa herë lahesha në dush, dhe unë heshta. Unë jam rritur në një familje që nga jashtë dukej normale. Nëna ime u rimartua kur isha ende e re dhe njerku im u bë pjesë e jetës sonë. Në fillim nuk ishte asgjë të çuditshme, të paktën kështu mendoja. Por ndonjëherë keqja nuk vjen me zhurmë, vjen ngadalë, me heshtje, me ndjesi që nuk di si ta shpjegoj. E mbaj mend herën e parë që ndjeva diçka nuk shkonte. Isha në dush, uji binte. Mendja ime ishte diku tjetër, por papritur ndjeva sikur nuk isha vetëm. Nuk pash asgjë, por ndjesia ishte aty. Fillova ta mbyll derën me çelës, të lahesha më shpejt, të dëgjoja çdo zhurmë jashtë. I thosha vetes, po e imagjinon, je duke u friksuar kot, por ndjesia nuk u largua. Një ditë, gjithçka u konfirmua. Pash një hije, një lëvizje të shpejtë pranë derës. Kur dola, e pash atë duke u larguar, pa më parë në sy. Nuk foli, as unë nuk fola. Po në atë moment e kuptova. Nuk ishte imagjinata ime. Që nga ajo ditë, dushi u kthye në makth. Çdo herë kontrolloja derën, disa herë, mbyllja çelësin, lahesha me nxitim. Shtëpia ime nuk ishte më e sigurt. Ai nuk më preku kurrë. Nuk më foli drejt për drejt, por vështrimi i tij ishte i mjaftueshëm për të më shkatëruar nga brenda. Shumë do pyesin, pse nuk i the nënës, pse nuk fole? E vërteta është kjo. Kisha frikë. Frikë se nuk do të më besonte, frikë se do të thoshte, është vetëm në kokën tënde, frikë se do të isha unë problemi, dhe mbi të gjitha, frikë se do të shkatëroja familjen time. Për një kohë të gjatë, fillova të fajsoja veten. Mos ndoshta jam unë që po e teproj, mos ndoshta po e keq kuptoj. Por, dua të them qartë, asnjë fëmijë, asnjë vajzë, asnjë njeri nuk duhet të ndihet i vëzhguar apo i kërcënuar në shtëpinë e vet. Faji nuk ishte imi, kurrë nuk ka qenë. Sot, po flas jo sepse është e lehtë, por sepse heshtja më ka lënduar më shumë se frika. Po flas sepse ndoshta dikush që po më dëgjon, po jeton të njëjtën gjë. Dhe dua që ta di një gjë, nuk je vetëm, dhe nuk është faji yt. Kjo histori nuk ka ende një fund, por ka një fillim të ri, të vërtetën.